Tash unë këtë lloj paradoksi, si ta trajtoj? Ja, Arbri. Tani, Arbër që të kalojmë tek pjesa tjetër. mirë, vetëm shkurtimisht, të lutem dy fjali për atë që thanë ligji. Se unë do të flas me ligj sot, nuk do të flas me opinione fare. Me dy avokat po i sfidoj me ligjin. Sepse po flasim me opinione, s'ka problem, i vlerësoj. I duket e lehtë profesioni gazetarit dhe prandaj flasin me opinione. Edhe mua duket i lehtë profesioni i juristit dhe po flas me ligje sot. Roli i ministrës në procesin e tenderave nuk është direkt ekzekutiv, por politik, drejtues dhe mbikëqyrës. Konkretisht, vendos prioritetet dhe politikat publike, nuk firmos tendera konkret. Nuk firmos tendera konkret. Nuk tham për firmos. Nuk firmos tendera konkret. Pra kur është vetëm me çështje që ka të bëjë strategjike apo PPP. Siç kanë qenë shëndetësia, të thash. Mbikëqyrë dhe miraton vendimet e drejtorive, përfaqëson ministrin publikisht dhe politikisht, mban përgjegjësi politike para publikut, para kuvendit. Pritet mbikëqyrja. Tani, më fal, ku qëndron me një tender ministri ose ministreja në rastin konkret? Nuk qëndron. Faleminderit. Mos kthehemi sërish. Tha nuk do bëj avokatin. E kisha si jo do ta bëj tash. Avokatin. Do ta bëj tash. Ama doli profesion më i vështirë se por ka një gjë. Sepse kalojmë te faza tjetër. Sepse ligji flet në rreshta, ha. Tani më fal. Jo, po nuk do analizojmë atë se. Tani kalojmë edhe te pjesa tjetër. Unë mendoj që ne duhet shikojmë letrat, sepse ne nuk e dim ku SPAK ka gjetur një shkelje të mundshme te zonja Balluku. Ne nuk e dim. Jemi duke për të ezauruar, jam dakord me ty. Unë dyshoj, e para atë që ka ndodhur në rastet e tjera, SPAK duhet të ketë një material i cili ka të bëjë me ndonjë transakcion ekonomik. Nëse ka. Jo te aspekte që kanë të bëjnë me procedura, sepse te procedura thash, ka aq shumë justifikime procedurale, sa është e pamundur që ta kapësh në shkelje një drejtues të një institucioni. Për ta provuar. Është e pamundur. Marsit, herën e fundit që ishim bashkë sot një javë folëm për aeroportin e Vlorës dhe u duk që sapo plasi, le të themi, kjo çështja e Vlorës në media, Balluku u thirr menjëherë në SPAK bashkë me avokatin. Çfarë roli ka Balluku, fjala vjen tek aeroporti Vlorës? Kjo është, a ka përgjegjësi ligjore Balluku në rastin konkret? Sepse Balluku përveç se është zëvendës kryeministri, është dhe ministri i infrastrukturës. Dakor? Po. Dhe normalisht koncesionet të tilla siç është aeroporti Vlorës varen direkt nga ministri i infrastrukturës. E para. Media u trajtua realisht kjo, javës së kaloi dhe ke drejt, u trajtua më shumë çështja e raporteve midis ortakëve. Pra midis kompanisë A2 dhe kompanisë Mabetex, po nuk u trajtua raporti i varësisë që ka kompanitë koncesionare me shtetin. Që në rastin konkret përfaqësohen me ministrin. Po. Doli një dokument në të cilin kuotat ose më saktë aksionet e kompanisë YD Group, që është kompania turke, ishin shitur për 4.500 euro. Dhe kompania turke, meqense Arbri deshte që të flasim me ligj, atëherë po flasim 100% me ligj, ka qenë kompania e cila u pranua të ishte pjesë e këtij bashkimi operatorëve. Edhe ishte kompania e cila vërtetonte ose merrte përsipër dhe jepte garancinë që këto punime do realizohen sipas dokumenteve standarde të koncesionit dhe sipas të gjithë praktikave të bëra në këtë dosje, ndërkohë që në momentin që kjo kompani filloi punën, kompania turke i shiti aksionet e saj për 4.500 euro. Ja shiti kujt? Ndaj dy operatorëve të tjerë, konkretisht Mabetexit. Që është Pacolli në rastin konkret. Që flasim Pacolli dhe Kelmendi. Ne keni edhe shkresën, po deshte Oçoj, meqense Arbri thoshte ku i keni. Pacolli dhe Ademi, ëh? Zonja Belinda Balluku miratonte transferimin e këtyre aksioneve tek dy kompanitë e tjera. Tani, pyetje, meqense po flasim për shkresa Belinda Balluku, po kam thu shkresën, po deshte ta çoj. Shkresa është numër 5186, protokoll fraksion 6, po datës 15/2/2022. Nuk ja tregoj atij që të ketë mundësi të flasë për gjatë. Po më në shkresa është strategjike i firmos. Zëvendës kryeministre dhe ministre Belinda Balluku. Tani, çfarë është shkresa? Kjo është shkresa që ka kaluar sepse është detyrim ligjor që kur një po të thash me firmos ministri, ata thashë që na ndjekin njerëzit ta kuptojnë logjikën. Po më thash, kur kemi bashkë ta thash. Një sekondë, është koncesion s'është PPP. Jo, po ç'pun ka koncesion edhe PPP, është prokurim publik. Dhe PPP ka edhe koncesion sepse Ministeri i Infrastrukturës është organi i cili ndjek punimet.
dhe i kërkon llogari dhe shpjegim në çdo fazë të zbatimit të kontratës mbi punimet kompanive të cilat kanë marrë përsipër koncesionin. Me çfarë syetimi ka kaluar? Shitje më, ndërkohë që kjo kompani turke ka qenë kompania garante e punimeve. Për shkak se detyrimi ligjor në një nga standardet e vendosura sekreter në tender, në koncesion ka qenë që duhet të ketë një kompani e cila ka bërë punime ose kontrata të ngjashme të bashkëme. Dhe kompania turke ka qenë kompania e cila në këtë bashkim operatorësh ka pasur kontrata të ngjashme të lidhura në lidhje me ndërtimin e aeroporteve në vende të tjera. Por jam i qartë. Tash në këtë moment që kjo çfarë ka autorizuar? Po ja këtë po them, në moment që kompania garantuese e cila ka kontrata të ngjashme deri nga ky bashkim operatorësh dhe ai jep kontratat dy operatorëve të tjerë, të cilët nuk kanë qenë pjesë e kësaj garancie standardit tendere, dhe miraton kalimin e kotave, a ka përgjegjësi këtu? Se mbi ç'bazë e ka bërë pohimin e kalimit të këtyre aksioneve të dy kompanitë të tjera? Mbi cilat kriterë? Kjo është jo ligjore? Po si që ka ligjore, ore di. Po si se unë jam... Atëherë, keli që është regjizor meqense jo për kontraktoj si pilati, meqense dëshpite si avokat, ka ligje për të pritani se duhet ta shpjegoj më thjesht fare, më thjesht. Keli që është regjizori i emisionit. Marrin vesh nga biznesi, po. Keli është regjizori i emisionit. Edhe Keli ka thënë domethënë që këtë emision jashtë kontrollit do ta bëj Redi. Red Varaku. Në rregull? Po, vjen Redi për të bërë emision, nuk e bën dot njëri tjetër këtë, vetëm Redi e bën këtë. Ndërkohë, ne jemi pjesë dhe ne të tre këtu të këtij emisioni. Tani çfarë bën Keli? Shkon dhe të heq ty, që ishe garanti i këtij emisioni dhe e jep Marsidit. Po. Po ti je garanti i emisionit, nuk bëhet pa ty. Po. A ka përgjegjësi? Kaq e thjeshtë situatë. Kaq është. Arbër. Tani, flasim për një aeroport... Kjo është domethënë e palishme kjo që është bërë. Po se ka bërë me film dhe me vulë. Dhe pa dhënë arsye ligjore. Rastin konkret, unë e thash, si e parashikon dhe ligji, projekte strategjike, koncesione, PPP, mund të jetë ministri i linjës që firmos. Dhe deri këtu nuk ka ndonjë sekret. Nuk është një gjë e jashtëzakonshme. Okej. Tu për ty asnjë gjë s'është jashtëzakonshme. Deri në këtë pikë thash. Po, okej, vazhdo. Edhe kryeministri vjen se është jashtëzakonshme, se ndoshta do të deri në këtë pikë. Le ta mbaroj Arbri deri në këtë pikë. Tani, si kanë shkuar diskutimet, debatet mes ortakëve, mes qeverisë, problematikave, kërcënimet, përplasjet, unë këtë nuk e di. Unë nuk marr dot përsipër të them që kam qenë në tavolina ku e di se si janë ndarë torta e aksioneve të aeroportit të Vlorës. Nuk e them dot të gjë. Jam njeri i cili jam shumë korrekt në atë që nxjerr nga goja. Nuk kam asnjë provë, asnjë fakt të di se çfarë ka ndodhur atje. Dhe dua ta rezervoj veten që të jap një mendim, të them ka këtu shkelje apo ka atje shkelje. Dua shikoj letrat. Letrat nuk i kam parë në rastin konkret. Dhe gjesa s'kam parë letra, s'di çfarë them. Dhe për mua shumë e nxituar ata që japin mendime, sepse mua më duket më shumë mendimi im një shernaj mes ortakëve, dhe që shteti ndoshta është futur për ta zgjidhur, për t'i dhënë drejtim, sepse do vepër në fund të ditës, sesa më duket një problem tjetër. Ka mundësi të lutem sepse e degeneroi fare. Nga jashtë. Ja ta dëgjojmë edhe variantin e avokatit. Këta kanë qenë në përtyrë kalendar edhe avokat, ta dëgjojmë variantin tënd. Lutem. Arbër. Atë dokumentin që më tregove. Shteti shqiptar, ka mosdije në këtë pjesë. Shteti shqiptar në një koncesion të tillë është partner. Prandaj është koncesion. Prandaj është koncesion. Është partner me zotrinë. Pra shteti shqiptar është ai rregullatori që thotë kur gjërat nuk shkojnë ashtu si ku mendoni, edhe kyçin. Po drejt. Edhe me kost. Pavarësisht faktit që për këtë tender, sepse ne nuk vim te pika A, se ne shkojmë direkt te pika D. Për këtë tender ka pas një ofertues, një kompani britanike që ka ofertuar 96 milion euro, thotë. Unë e bëj me 96 milion euro. Një kompani që kishte ndërtuar aeroporte në Britaninë e Madhe. Po. Dhe në Europë. Dhe ndërkohë, shteti shqiptar tha, jo më tha juve, tha jeni britanik, tha ju nuk merrni vesh nga këto gjëra. Po e bëj, këto janë fjalët e mia. Dhe ja dhjep konsorciumit Yda Pacolli me 108 milion euro. Po. Pra, oferta më e madhe. Pra nuk din të ndërtojnë britanikët aeroporte. Ajo bota perëndimore ku duan të shkojmë ne, ata s'di. Oksidenti e fal. Ja, din të ndërtojnë këta gallaret e dogan. Person qeveria ato. Po mirë, dakord, unë edhe po jap drejt qeverisë. Qeveria thotë kjo kompani nuk di më shumë se sa kjo kompania tjetër. Unë po them Erdogani di. Po mirë, dakord, po tagri që ka qeveria në rastin konkret. Po vendosin ata. Po thjesht më po bëj një analizë time. Po, dakord.
Unë s'po hy. Jo, po insinuon si avokat që po insinuon që... Po unë atë punë kam. Këtu ligjërisht ka shkelje këtu të kjo përzgjedhja. Po ti futesh po. Mirë, okay. Jo, shkelja është që duhet jep anglezëve thotë. Jo, po ti futesh tash pse? Sepse ti këtu ndërton 3 kompani, fut një konsorcium me 3 kompani, vetëm për faktin se i fut turqi, vetëm për faktin se 2 kompanitë të tjera nuk kanë background për ta bërë këtë gjë. Po, dakor, u futën turqit. Është si puna të marrësh makinën, po patentën e ke vetëm ti. Në unë makinën e bleva, po ama ti më duhesh me patjetër sepse ti ke patentën vëlla për të ecur përpara. Dhe në momentin kur ti ikën që aty u sjap dot makinën son mik. Dakor, nuk i dim, dakor. Jo, nuk i dim ti nuk e dim se çka ofertuar kompania britanike. Prit. Si kjo është zyrtare? Këtë që po të flasur në zyrtare. Jo, po dalim tek kjo që thotë... Prita, po vazhdoj. Tek shkelja e ballukut që vendohet. Po duro pra, dhe ta thash edhe një herë tjetër, ta bëra më të thjeshtër më burr. Ti futesh në një konsorcium sepse ti ke sigurinë 100% se kjo vepër mbaron. Pse? Sepse ke backgroundin civil për ta bërë një gjë të tillë. Pra, pa ty, teorikisht dhe ligjërisht nuk mbaron vepra. Po, nuk mbaron. Pyetja ime është, në rasti konkret, shteti shqiptar është garanti që kjo histori do të filloj të aja dhe marroj të zhëja. Përse kur ka shkuar tek dhëja... Po, ka ikur ai, këte apo po të bëj unë atë, ka ikur ai kompania turke, apo ka ikur? Po duron... Dhe si kur të doj, më dëgjoj një sekond, se ka çdo kontrat, ka detyrime dhe përgjegjësi. Po. Se ka lejuar. Se bën dot. Jo, po më referencë negative dhe nëse do marrë pjesë fakti që se ka lejuar. Jo se ka lejuar, më ka ata heqin, japin dorëheqje nga një koncesion. Pa dalin nga bashkimi operatorëve, pa dhënë arsye të justifikuar ligjërisht, rrezikojnë të futen listë zezë dhe në procedurat të tjera tenderimi ku do marrin pjesë për të kontrata. Ka risk të madh mos i që i kanë aq kollaj. Ka dy gjë, më dëgjoj me kujdes si ta kuptoj njerëzit këtë gjë. Kjo kontratë koncesionare ka 2 pika shumë të rëndësishme. Shumë të rëndësishme. E para është pika, domethënë që e mbron atë nga çdo lloj kundërshtie apo ndryshim politikash qeveritare. Dhe këtu nuk e ka me qeveri Rama, po e ka në prandaj neve gjithmonë u mbasim në arbitrazhe. Është shtojca e parë e kontratës është pikërisht kjo. Po. Dhe prandaj ne u mbasim. Pika e dytë është garancia financiare. Në këtë konsorcium është vendosur që deri në 11 milion euro, në qoftë se nuk i bën aeroporti si xhiro vjetore në vitin e parë, qeveria shqiptare ja plotson. Pra, po e them trash fare. Në qoftë se aeroporti Vrosh hapet nesër dhe për vitin 2026 bën 6 milion euro, 5 milion euro të tjera do t'i japin shteti shqiptar kompanisë. Dakor. Nga taksat shqiptare. Po desh, dakor, e qartë. E treta, në rastin për të cilin neve po flasim, është të ndaluar në bazë të kontratës që ka firmosur shteti shqiptar. Në bazë të kontratës. Po pra, në bazë të kësaj kontratës për cilin ne po flas, është të ndaluar që kompania turke të dali nga konsorciumi, se po doli do të thotë që ti do të bësh një koncesion të ri. Doli, çfarë do të thotë kjo? Doli nga çfarë duhet bëjë qeveria shqiptare në momentin një nga kompanitë vendos të dalë, nuk ka le të themi asete financiare për të vazhduar, nuk ka. Stapon aty dhe bën një rikoncesion të ri. E rikoncesionon gjën. Po sigurisht. Me gjën që ka bërë balluku në rastin konkret, që ka lejuar. Prit se kuptuan njerëzit. E di ta thashë një më përpara. Rikoncesionim çfarë do të thotë? Ta ribësh dhe një nga e para, tenderin. Po parat që kanë hedhur këta aty? Po ato janë për shtetin shqiptar janë ato. Parat që kanë ngelur aty. Jo, kanë hedhur kompanitë ato para. Po ti po ikën që aty. Pse po ikën që aty? Kush po zgjoni? Ka ikur një nga. Po pra ai që ka hedhur lekët aty. Apo ikën? Pse po ikën? Jo, nuk është ai që ka hedhur lekët, ata që kanë hedhur lekët. Po pse po çau? Po çau futur aty. Gjet pasolli aty është fare. Po si mund ta rikoncesionoj një gjë? Po edi. Ka ikur kompania e cila ka marrë përsipër garantimin e punimeve për shkak të lidhjes kontraktave të gjashme. Po edi. Lajmë. Po ti thoj sikur bashkohet jam ta thjeshtojmë se lajmë të lutem. Unë kuptoj këtë. Sikur futet një kompani. Dakor, po dalë më çfarë skelje ka bërë. Ja pa ta them, shikoj si bashkohet një kompani që ofron shitje karburanti, një kompani që ofron shitje hamburgerash dhe një kompani ndërtimi. Për të marrë përsipër koncesion aeroportit, ikën kompania ndërtimi. Do e bëj kompania që shet karburante dhe kompania që shet hamburgera. Dhe ka përgjegjësimin ministri kur delegon këto të dyve. Kjo është shembull. Po mund ta bëj. Kjo ishte domosdoshmë. Po jo, po mund ta bëj. Jo, po mund ta bëj. Ajo vlerëson që mund ta bëj pas kësaj. Aviacioni civil, meqense kam eksperiencë nga ministria përsëri. Aviacioni civil nuk funksionon
me dëshira, funksionon bas kriterëve shumë të forta. Pra që një avion të fluturoj, duhet të marri disa aprovime para se fluturoj. Po çfarë lidhje ka kjo këtu? Ja prit të dalë atje që një pistë të jetë e licencuar, të vinë ekspertët më të mirë të IATA, për ata që nuk e dinë, që të bëjnë licencimin. Pas IATA-s të vjen më pas EASA, që është e Bashkimit Evropian, dhe janë kompani shumë rigoroze. Në aviacion civil ti nuk mund të bësh lojra, që do thotë kompania e cila merr përsipër të bëjë një ndërtim, mund të ikë, mund të vinë kompani tjetër, por te kriteri, te materialet, te skemat, te çdo gjë që ti përdor për të ndërtuar një aeroport duhet të jetë shumë strikt. Në të kundërt aeroporti nuk certifikohet. Pra që do thotë, mund të ikë kushdo dhe mund të vi kushdo, për sa kohë puna bëhet. Nuk ka të certifikohet. Kriteri arbëri, bravo, certifikohet. Bravo, tani ja po ta them. Për ata që nuk e dinë. Aviacioni civil, aviacioni. Oredi, a ka mundësi të mbaroj? Ne kemi folur. Aviacioni është një nga transportet më të sigurta në botë. Përse? Një avioni nëse i digjet një llampë, po ja pa çfarë po flet ajo. Ndrohet i gjithë sistemi elektrik. Po sqaron që sidoqoftë janë certifikimet ato që tregojnë. Ti jep makinës Oret. Ti jep makinës, ti di. Po prit që ta marrin vesh njerëzit. Ti jep makinës Oret. Po s'ke patent. Del do rrugë. Ore zotëri, a e parashikon ligji largimin nga një nga Jo, duhet të japësh mirë. Nuk ka nevojë. Më thej po. Po dëgjoj. Çfarë duhet të bësh? Dëgjoj se po bën po, ale e kuptoj se ku e futi në Arbi thot nuk kap se ta rikoncensionoj, po dëgjoj pastaj ke gabim. Që vendos. Ore dëgjoj një sekondë se kemi gabim, mos flisi për budalliqe sa i mushën njerëz me tokë. Jepi, nuk thot, nuk kontrata mërzotria është 40% IDA, 58% pacolli, 2% valona deni. IDA në këto një 108 milion euro. Në 108 milion euro, përpjesoj sa është 20% që i jep kjo kompani. Përpjesoj sa është 58 a jep kjo, përpjesoj sa jep kaq. Ky është detyrimi financiar, ky është detyrimi në bazë të koncesionit që është marrë. Shteti shqiptar në lidhje me këtë koncesion që ka dhënë, është rigoros. Që do të thotë, nuk mundet që këto kompani deri në përfundimin e të gjithë veprës dhe dorëzimin e saj, kjo gjë mund të ndodhte pasi dorëzoni veprën. Ideja jep të gjitha pasollët e saj, të gjitha valona deni. Po jo para se ta mbaronte këtë gjë. Po i shkoj dhe po ta pranoj këtë. Dhe këtë gjë, çfarë ka ndodhur tani? Zonja Belinda Balluku, çfarë shkelje është kjo? Në kundërshtim me atë çfarë ka shkruar në kontratë koncesionare, ka miratuar shitjen e aksioneve nga IDA te pacolli dhe më keq akoma, kjo shitje e këtyre aksione nuk është depozituar fare në ÇKB, zotëri nderuar. Çfarë pasojash ka kjo avokat si shkelje në kuptimin ligjor? Ja ta shpjegoj unë. Nëse unë sot studion tim ligjor e vë në emrin tënd, ta shes ty dhe nuk e çoj në ÇKB, unë shkrijem në ligj shqiptar, sepse unë kam detyrimin në bazë të shtetit shqiptar të deklaroj pronar përfitues. Kush është shkelja dhe sa dënohet nëse kjo është shkelje? Tani unë jam avokat, nuk e prokuror më bëj. Çfarë parashikon, ç'është? Është shpërdorim detyre me pakte më. Okej, po këtë po pyes. Punët e më e pakta. Pastaj ti do nisësh aty do thuat cili ka qenë arsyeja e shpërdorimit detyrës. Ose ke marr pastaj të ardhur, kalon të sepse ta kam thënë një tjetër, shpërdorimi detyrës në bazë të kodit ton penal është idiotesku më i madh. Sepse shpërdorimi detyrës në 99.99% e raste është i barabartë me korrupsion. Po. Dakor. Dhe justifikuar që isha i pafta kuptoja, unë kështu e mendova. Ju po nuk bërtite në këtë emision, nuk sqaron dot me qetësi. Jo, tani kemi tani do ta shikoj politikisht arbër, politikisht. Po shikoja pak disa deklarata që ka bërë opozita dhe më vjen mirë që miku im Nardi ishte në të njëjtin repertor fjalish me zotin Gazmet Bardhi. Dhe shiko, mua më vjen mirë që pavarësisht unë nuk e di ka bërë korrupsion apo jo zonja Balluku, ndoshta edhe ka bërë, por ja ka arritur një gjë. Një pjesë opozitës u unifikua fal zonjës Balluku, pra ka bërë një shërbim publik shumë të madh. Po bravo. Dhe ka filluar nga kjo tryezë dhe ndoshta do vazhdojë edhe më poshtë, më pas. Po për xhepat e shqiptarëve. Zoti Bardhi e ka mbledhur, kështu që nuk surprizohem. Jo më realisht po shifja sigur, ora ke vënë ti ta ka vënë ai ose keni një mendje dhe keni një repertor fjalish. Tani është më i lartë se sa unë politikisht. Politikisht dalim. Tani kjo është një çështje shumë e koklavitur. Që e zauruam dhe pam edhe në studio që ishte e koklavitur. Nuk kuptohet në mënyrë kaq shtrenjtë. Arbër, çfarë do të prodhoj
Por ka një gjë, unë jam i sigurt në një gjë. Zoti Rama, nëse janë projekte të rëndësishme, janë projekte strategjike, të gjitha këto, dhe nëse akt akuza mbi gjitha, ka vetëm pjesën që ka të bëjë me procedura, unë nuk besoj që do të pranoj nëse do t'i vi kërkesa për një arrestim të mundshëm të zonjës Ballukut të heqë imunitetin. Sepse nuk mund të arrestohet. Rama do refuzoj nëse është çështje procedurale. Nëse është procedurale. Sepse janë disa momente kur politik bërësi duhet të vendosi edhe kur ka probleme të tilla, pra kur çështje procedurale. Nëse është çështje korrupsioni, pastaj aty është tjetër diskutim. Unë në optikën time mendoj që do duhet ta jepte aprovimin Partia Socialiste që të përballej me drejtsinë si çdo qytetar i barabartë. Dhe më korrekt se ka që nuk besoj se ka. Mos u habit në atë. Seriozisht kështu kam gjithë kohën. Unë besoj që Belinda Balluku si e shikon çfarë do të provoj politikisht nëse Balluku do goditet siç janë goditur, po themi, le të themi nga Beqja e deri te Velia i fundit. Pra, nëse mbi Ballukun drejtësia do godas aq fort sa ka goditur edhe mbi këta. Çfarë do të prodhoj politikisht? A do ta lëshoj Rama në kuptimin që a do të votoj parlamenti, a do të votojnë deputetët socialistë për heqjen e imunitetit të zonjës Ballukut dhe dorëzimin e saj drejtësisë, pra si e lexon këtë moment politikisht, sepse siç e thanë fillim edhe Marsidi, është zëvendës kryeministrja e dytë dhe do të prodhonte, le të themi, tërmet logjikisht mazhorancën socialiste. Jo mbet legitimiteti moral dhe politik më? Po çua dhe kjo për s'ka më legitimitet moral. Bie legitimiteti moral dhe politik vjen keq. Është njësoj si nuk kanë marrë dardha të... Jo, s'ka më dardha pasaj aty i bi që ka gjëra tjera, vetëm dardha dhe mollë dhe fiq nuk ka. Se Rama paka shumë u shpreh. I bi që ka nuska. Tani, dakor, Rama u shpreh që drejtësia e kam... Redi, e marrë të miqim të që thot Marsidi. Vendi shkon zgjedhje parakohshme, fiton prapë PS-ja. I kthehet legitimiteti për një muaj apo jo? Se i bie legitimiteti. Shkon zgjedhje i rrafë ti. Unë po marr të miqjan të gjithë ti. Ra legitimiteti i Ramës me ikjen e zonës Ballukut. Që humbet zgjedhjet Rama. Shkon në zgjedhje. Po pse mos e marrim që humbet? Ore, tani unë po flas jo me dëshirë, unë po flas me ato që dalin nga sondazhet. Janë sondazhe që tregojnë disa elemente. Nëse sondazhet të thon ty në mënyrë konstante që e Majta fiton, ti thua pse mos të mendojmë ne që do mbasi. Edhe në Maqedoni, më fal, i njëjti procentim ndodhte me VRMNO PMN. VRMNO DPMN, edhe them unë. Po prit, edhe ai njëjtë gjë thoshte opozitës. Sa herë të doni shkojmë zgjedhje parakohshme, po fakti është që kishte edhe probleme tani. Tani atë çështje janë shumë mirë. Atë çështje janë shumë mirë. Po çesem thesin. Po VRMNO DPMN, do të marrim arsyen. Ja ta them pra. Sepse në rrymën amerikane vetëm për këtë gjë. Nuk është kriter vetëm fitoria e zgjedhjeve. Nuk e ke të saktë në rrymën amerikanët dhe dolën disa përgjime shumë të forta, ku ishte i përfshirë Daja i kryeministrit, i cili ishte kreu shërbimi sekret, që bënte përgjime, merrte rrushfete etj. Nuk ka qenë ashtu historia si thotë. Nuk ishte për një skandal politik. Ishte për një skandal. Mund të dalin edhe këtu skandale të tjera që janë biseda ministrit e zënës kryeministrit. Por mund të dalin Maqedoni. Në Maqedoni kriterin e fitores zgjedhjeve, dhe ai fiton zgjedhjeve, po fitores zgjedhjeve në Maqedoni dhe mos harro një gjë, thelbi i asaj përplasje dhe i largimit të VMRO DPMN-s nuk ishte se nuk fitonte do zgjedhjet, po ishte kthimi i një kursi totalisht në lindje, një aleancë shumë të fortë me Vladimir Putinin dhe një trembje shumë më madhe e faktorit amerikan, sepse po i binin jashtëzakonisht influenca në Maqedoninë e Veriut dhe ata ndërhyn duke publikuar përgjimet, duke ngritur LSDM-n, duke ngritur LSDM-n, që ishte partia e tretë në Maqedoni dhe ngritën si parti të parë. Në argumentin tënd vetëm një kundrapyetje kam. Ti thua që ndërkombëtarët ndërhyn dhe realisht pranojnë që faktet të dalin publikisht vetëm kur lëviz geopolitikisht, apo intereson realisht zbatimi i ligjit, sepse nëse ai do kishte lëvizur politikisht, se s'po vjen as emri i kryeministrit. Po Gruevski, po. Atë i bëj këto fakte do dilnin. Jo, ka një gjë. Pra i bëj që edhe Rama post lëvizit politikisht propozitivi i bëj që çado që të bëj. Ka një gjë, vija kuqe. Jo, ka një gjë. Jo, se ta kuptoj linjën e para ta them unë, më pyete. E para vija kuqe është vija kuqe, që do thotë Shqipëria nuk e ka shkelur asnjëherë. Vija kuqe që është orientimi pro-perëndimor. Po shkela ligjit. Pra Shqipëria s'e ka shkel asnjëherë. Fal, shkela ligjit është vija kuqe. Jo, prit do të dalë atje. Ndërsa për sa i përket shkeljes së ligjit atje kemi një administratë amerikane, e cila nuk ndërhyn në çështje kaq mikro të një shteti.
shikon në aspektin makro dhe Trump ta ka treguar gjithë të periudhë kohe, duke bashkëpunuar me lider shumë problematik, siç është Viktor Orban, kur doli me Putinin, siç është Viktor Orban, siç është lider. Jo, po ka një gjë. Trump të ka dalë në favor të një lideri problematik si Viktor Orban, e shumë liderë të tjerë problematik në Europë, që do thot nuk i shqetëson shumë se administrate çështjet minore nëse SPAK shkon në këtë trajektore, në goditjen deri tek Veliaj dhe Balluku. Fati politik i Ramës do jetë njësoj se fati Gruevskit, mbaheshin, do e shoh. Pra, shkon e tillë trajektoria deri te Balluku, te njeriu më i afërt sot i Ramës. Si ta lexojmë këtë, le të themi, goditje të SPAK? Është goditje, do jetë goditje politike, nuk diskutohet. A do të shkaktoj, a do të shkaktoj, le të themi, një tërmet në politikën shqiptare në kuptimin që kur të shkohet në parlament për të kërkuar imunitetin të bjerë qeveria, se kjo është pak a shumë... Tani që të bjerë qeveria ligjërisht është e pamundur, se duhet të jetë një kryeministër tjetër që të marrë votat mbi 71+. Pra, ligji kështu e parashikon, me ndryshimet e Kushtetutës 2008-s. Si, nëse Rama nuk do i ketë nesër votat për të miratuar... Pra, do ketë mocion mosbesimi dhe mocion mosbesimi. Rrëzohet një kryeministër, duhet ketë automatikisht kryeministri i ri 71 vota plus. Gjë që ne nuk i ka. Po më thonë ju që ka. Po jo se vazhdon mbetet Rama dhe nëse nuk do t'i ketë votat për qeverisur, si do miratoj? Jo, nëse ka votat për qeverisur, nëse shkon në mocion mosbesimi, duhen të paktën 71 vota plus t'i ketë opozita. Tani nëse më thonë që opozita ka 71 vota plus, unë nuk besoj që i ka. Janë 83 me 50, miku im. A ku gjeti opozita 21 vota plus? Nese, por Rama nuk do t'i ketë, nëse flasim, fjala vjen për 15 deputet të Ballukut, bie fjala. Nëse flasim, në këto terma... Do të themi dhe këtë, që flasim për... Pra, do ketë rebelizëm, ju thoni që do ketë rebel. Do themi dhe i gjemë që flasim edhe për i kod zgjedhor ku 70.000 vota për kthehen në një mandat. Siç ishte rasti i Shqipërisë. Tregon 83 mandate. Ky është realiteti. Kur po ta tregon do ta tregon KQZ-ja, mos ta tregoj unë. Ka raport të drejtë konstitucionale. Miku im, nuk është që Balluku nuk ka aq deputet sa mund bëhen nesër rrezik për majorancën. Dgjoj, absolutisht nuk besoj që Belinda Balluku, rënia e saj politike, do të krijonte tërmet politik të zoti Rama, sepse në fund të ditës është një individ politik që fuqinë më të madhe nuk ja ka dhënë emri i saj, fuqinë më të madhe ja ka dhënë ai që i ka dhënë firmën e zëvendës kryeministrës. Fuqia e madhe nuk është e individët në Partinë Socialiste. Po kemi është tek maja e piramidës. Mos e marrim me vete më. Po nëse ka bërë le ta marrë, pse ke hallti? Unë s'kam hall. Jo, s'kam hall më. Nëse ju jeni shqetësuar për Ramën. Jo, jam shqetësuar, mos gjeni vendi për kryeministën, më nuk kam hallur s'çfarë. Po, ju nëse jeni shqetësuar se ikën Rama vjen keq, po ju si opozitë do doni që të ikë. Unë kam vetëm shqetësim. Po doni të ikë apo jo? Përgjigjit që shkelin ligjin të ndëshkohen. Të gjithë shqetësim kam unë. Jo, mos e kam shqetësim. Unë kam se shkohet te Balluku, si e lexon le të themi veprimin e SPAK. A jemi në pikën që SPAK po godet fort këtë mazhorancë, ka një vullnet për të goditur këtë mazhorancë? Shiko, unë di them këtë gjë që nëse shkojë drejtësi e pavarur. Ja, kjo pra ku e ke? Nëse do dalim te Dumani, se kemi edhe Dumanin pastaj që ja vetë kemi Dumani, drejtësi e pavarur. Nëse shkojë se Marsiti s'e ka kritikuar. Po, Marsiti s'e ka kritikuar SPAK-un. Unë kam Nardi ka thënë kamikaz. Ja ku e ke që është drejtësi e pavarur miku im Nardi. Data përfundoj. Ja gati e kemi. Po flet me heshtje. Unë mendoj këtë gjë. Unë mendoj këtë gjë që nëse bie Balluku, Rama mund vazhdojë që ndrojë, por është një qeveri pa legjitimitet politik, moral dhe ligjor. Është njësoj si qeveria Ramiz Alis, Adil Çarçani te Kurani i saj vitin 91-92. Që domethënë vullneti ishte tjetër gjë, në tjetër gjë reflektoi. Dhe Edi Rama është barazleshëm me Ramiz Alin e vitit 91. Nëse arrestohet Balluku, po, është një qeveri e vërtetë. Morali është fjalë huaj politik. Një sekond. Vlen më xhami në Kish. Një sekond. Në tembujt e budistëve, në tembujt e hindu. Po edhe morali vlen. Politikën ballkanase nuk vlen. Është gjë huaj. Edhe pazar. Edhe unë do ta ishte të vlen. Sekond, edhe pazar. Po nuk vlen. Edhe pazar nuk është politika që fatkeqësisht. Fal, pas pazar nuk është, pazari gjithë gjatë. Ashtu është. Pas pazari gjithë gjatë. Pse ti japim tema romantike? Kalorsiak, ashtu e ke. Gjë së gjallë, vritën për zgjedhje. Do ta themi kundër argument. Isha për një vizitë në Francë, javën e shkuar, më bëri përshtypje një fakt. Shkova pas apartamentit ku kishte ndetur Charles de Gaulle. Pavarësisht se kishte pafund financa dhe fonde, si një nga liderët më të mëdhenj francezë, di çka kishte vendosur,
që qira në apartamentin në cilin jetonte duke ushtruar detyrën e funksionin që kishte paguante me të ardhurat personale nga ato që ishin familjarë. Se ke parë pasurisë. De Gaulle tash ti më del në shteg. Ti më del në shteg. De Gaulle mikuim ka një shato që e ka me mos themi qindra hektar tokë, madje që mos ta beziste njeri, si e ka përfituar? E ka përfituar duke vjedhur financat publike? Po si e ka përfituar me rrogë? Ka një shato miku im, për prodhon verë, nuk e di. Po ja harrova emrin, më mund të ta gjej. Familjare. Po tre shikimi. Churchilli, dini që ka qenë zhytur në kredira me hektare tokë. E di që Winston Churchill ka qenë zhytur krediu, ka qenë. Po lema këto tani se të kohën atë. Kurse këtu kryeministri do ton bunker. Avokat. Dhe nuk i deklaron të ardhur. Politikisht çfarë është shumë i pasur De Gaulle. Lere para puna familjarisht. Jo nga funksioni vetë personalisht, nga funksioni shtetëror ka pasur gjithë. Nëse s'pak ka një nga shatot më të mëdha në Francë. Unë të separoj do të thua që Charles de Gaulle ka bërë korrupsion. E kam parë unë. Me cilat fakte? E kam parë unë. Faktet. Po si faktet? Që parë kohë fakte ligjore. Shtëpia e tij që ai veronte, madje e kishte diku te 20 hektar dhe mendoi afatgjat mos i vinë njerëz të tjerë afër, e ke edhe në librat e historisë. Po e shkruaj po ka qenë pron familjarë, po ta them. E shkruaj dhe më shumë që mos kishte bezi nga njerëz të tjerë rreth e rrotull, mori edhe 100 hektar të tjera. Kur ishte vetë në krye të shtetit. Nuk është e vërtetë. Po tani, kur ke faktin e shkencave, më fal. Në histori apo jo të filloj të totalisht do un po them që sa unë se krijoj dot këtë gjë. Ku e ke faktin se që para të ta them kove faktin. Ja do më japësh kohë të ta them se kam lexuar para shumë vite. Jo, faktin. Jo. Po më kohë tani. Po marr. Sfidoj, unë mos sfidat me histori dhe me filozofi politike. Se kam marrë shkenca politike, na di. Unë kam shumë qef kur më sfidojnë këtë pjesë. Me shumë si pra, po them që ka qenë pasuri familjare të e ka bërë vetë. Ndërkohë që rasti tjetër ka qenë për shembull Androtit. Në lidhje me korrupsionin që kemi folur, janë dy raste të ndryshme, është gjithë trashëgimia familjare. Dhe më duket se s'keni orë në Francë, di që trashëgojnë pasuri për shkak se në një xhaj ose në një dajm nuk ka fëmijë dhe direkt e jepet trashëgimi ligjore një godin në qendër të Parisit që mund vlerë 100 milionë euro. Dhe që si zyrtar, si bi që ke bërë të godina duke qenë zyrtar, nuk qëndon. Dhe faj për ta mbyllur. Po, dënuaj një president atje. Pa dashje. Ti justifikosh Belinda Ballukun, ndërkohë që ke gjithë të shkresa, ashtë i qara, dhe gjithë të lidhje racionale. Dhe ta ishtë dhe sa ta bësh fajtor Charles de Gaulle. Ja tani më falë. Ja ku e gjeta me njëherë. Po ta tregoj anglisht? Është shitur shtëpia e tij, shatoja e tij. Po e thash me ka trashëgimi familjare më. Po jo më se ka trashëgimi familjare, më e ka bler. Ishte shitur ja ku e ke? Një nga zonat më të pasura dhe një nga pjesët më luksoze në Normandi miku im. 35 akra pas ka qenë. Po. Kupton? Ja pa ku e ke? Ja dhe të ke dhe fotografi. Sa se do të tregoj vendim ose ja pasuria. Që vërtet ka korrupsion, mos